E dini se kush është personi më i dëshpëruar në familje? Nuk është nëna, as babai, as vajza, është djali i madh. Djali i madh bart tërbimin apo vrullin që askush nuk e vren shpesh se ai u rrit dhe u ngrit për të qenë shtylla e familjes, për të qenë mjaftueshëm i fortë, për të thithur barrat e të gjithëve, por asnjëherë as delikat sa të thyej në dorë. Pritshmëri do bën trashëgimia e tij si lloj i qetë mbytës që peshon të më rëndë se ëndrat e tij. Ai është ai që duhet të ketë sukses, të sigurojë mbrojtje dhe të mos lëkundet kurrë. Por në procesin e shndrimit në rritje, siguritë të gjithëve, ai humbi të drejtën për të rënë vetë. Dhe prandaj, shumica në rasteve është ai që ndriçon rrugën për gjithë familjen, si hona që ndriçon natën. Ju falemnderit dhe mirupafshim në vitin e radhës.